Imran starton sezoni i ri të dielën përballemi me Skopjen si vendas kushtimisht thënë në Shkup. Si duket skuadra, dihen ambicjet, si e sheh ekipin përpara këtij startit të sezonit? Po normal, sezoni i ri, kampionati i ri, ambicjet normal janë të njëjta, shkojmë për kampion dhe ta fillim mbar dhe ta fillim si duhet. Dhe shkojmë të japim maksimumin dhe ta fitojmë ndeshjen. Sa është skuadra e freskët duke ditur që tenjten kishim ndeshje në Europë, fatkeqësisht e humbur por revanshi është tenjten në Shkup. Faktikisht janë 2 ndeshje europiane dhe në fakt edhe kjo ndeshje e parë me Skopjen ka rëndësinë e vet që duhet fituar. Po normal është e vërtet. Ne kishim ditën e njëjtë ndeshje me Bravën, ku normal e dham maksimumin, kishim çastje të mirë, po ndoshta na mungonte pak fati. Dhe ne jemi kthyer ditën e premte bëmë rekuperim dhe për ditën e nesme normal, ekipi duket mirë, jemi rekuperuar si duhet, por edhe ne jemi ambientuar me këto dhe s'besoj se kemi problem. Sa rin skuadra ti ndaj gjërat, sepse jemi ndërmjet 2 ndeshjeve me Bravën, që shkëndijësi duhen shumë për të avancuar në Europë, dhe në anën tjetër ndeshja me Skopjen, siç thon, fillimi i mbarës, gjysa e punës, duhet fitore. Po është e vërtet, ndeshjen me Bravën e kemi lënë. Tash jemi gjithë fokusi jonë është te Skopja, pas ndeshjes me Skopjen pritëm mendojmë për Bravën. Duket skuadra për ta mbyllur e gatshme për të dhënë 100% e motivuar në një ndeshje kampionale për të marrë 3 pikëshin? Po normal, çdo ndeshje ka rëndësinë e vet, siç the edhe vet, një fillim i mbarë është gjysa e punës dhe ne kemi parasysh të dhe shkojmë 100% për ta fituar ndeshjen.